Frutat dhe perimet e prodhuara nga fermerët shqiptar këtë sezon pritet të dalin me çmime më të larta në treg për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe të inputeve, si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme. Ekspertët e ekonomisë parashikojnë një rritje të kostove të prodhimit deri në 50%, çka mund të sjellë disavantazh të Shqipërisë në raport me vendet e rajonit. Produktet bujqësore do të dalin me çmime më të rritur, sepse nëse kostot e prodhimit, inputet e prodhimit pra do të shtrenjtohen me 20 apo 30%, rriten edhe me 50%, atëherë produktet që do të dalin qoftë produktet e prodhimit bujqësor dhe gjitha në produktet e tjera, për shkak se do të rriten edhe plerat kimik të cilët bëjnë furnizimin, pesticidet. Kjo është një goditje që nuk është vetëm lokale, nuk është vetëm në Shqipëri, kjo është një goditje ndërkombëtare, pra të njëjtin ndikim deri diku do ta kenë edhe vendet tjera konkurruese në tregun ton, siç është Maqedonia apo Kosova apo vendet tjera. Megjithatë, ne vuajmë më shumë për shkak të çmimit më të lartë, për shkak të taksave më të larta të karburanteve. Dhe kjo do të rrisë disavantazhin konkurrues mes Shqipërisë dhe vendet e tjera që konkurrojnë për tregun shqiptar për produktet bujqësore. Por si mund të ndihmohen fermerët në mënyrë që të amortizohet çmimi i naftës, të mos frenohet prodhimi, si dhe të dalë në treg me çmime konkurruese? Plotësisht në favor të subvencioneve, të uljes së çmimeve për fermerët, dhe unë jam për një masë më drastike, si që përmenda më përparë, që jo vetëm që të ulen subvencionet të ketë subvencionim të përkohshëm për shkak të krizës, por të ketë ulje të tërësore të taksave të karburantit, për shkak se janë fermerët dhe kryesisht zonat rurale ata që janë më të disavantazhuar nga çmimet më të larta të karburanteve që do të vinë, për shkak se ata janë ata që punojnë tokën, ata që transportojnë madhret e tyre nga fshatrat, nga zonat periferike të Shqipërisë në drejt qendrave të banuara drejt Tiranës, dhe ata janë më të ndikuarit negativisht. Ndërkohë që qeveria pritet të miratojë së shpejti masat e reja të skemës kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026, ku përfshihet dhe mbështetja me naftë, duket se për shkak të çmimit më të lartë, fermerët do të përfitojnë më pak litra nga subvencionet e dhëna.